Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim jo për politikë, por për përtej politikës, për ata që merren me politikë. Kemi të ftuar deputeten Briseida Çakërri, zonjën Çakërri, faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe jeni me ne. Shumë faleminderit për ftesën, jam shumë e lumtur në fakt të jem këtu me ju. Faleminderit shumë. Flitet shumë për politikën, për persona që importohen në politikë dhe nuk njihen nga askush, por ndryshe ka ndodhur me ju. Ju keni një aktivitet gjatë me Partinë Socialiste, fillimisht në strukturat e freshtë, më pas në pushtetin lokal me aktivitetet ndryshme tuaja personale dhe tashmë jeni në Parlamentin e Shqipërisë. Si ka qenë gjithë ky cikël për ju? Atëherë gjithë ky cikël vjen në fakt si një fryt i një pune shumë gjatë. E kam nisur rrugtimin tim 16 vjeç aktivisht politik, por në fakt me politikën kam qenë gjithmonë pjesë, sepse familja ime është marrë me politikë dhe kjo gjë më bëri mua që të më vinte natyrshëm gjithë ky rrugtim. Patjetër që puna e vërtet nis kur ti vetë 16 apo kur arrin të kuptosh, por nuk mund të harroj të gjithë atë, domethënë fëmijërinë time që patjetër ka ndikuar mënyrën se si në shtëpinë time flitet për politikë, është fol gjithmonë për politikë, është fol gjithmonë për aktualitetin, për problemet, për çdo gjë, siç flitet në shtëpinë e artistëve për art, tek ne është fol për politikë. Ama nga u brumos më pas një pasion tjetër juaj që tashmë është dhe profesion ai akademik, ju jeni edhe akademike dhe sa ka ndihmuar kjo për të përfaqësuar veten tuaj në parlament, pse jo edhe në shërbim të komunitetit? Atëherë, bota akademike është një nga gjërat që unë e kam dashur. Fillova ta doja në fakt kur futa në universitet si studente dhe shikoj me shumë admirim në fakt pedagogët që mua më kanë dhënë dhe kam pasur fatin të bëj me pedagog shumë e emër, cilët kanë lënë ato gjurmët e tyre tek formimi im. Qoftë pedagog që kanë bëjnë patjetër me fushën e financës, sepse unë kam mbaruar për financë, më pas edhe ata që kishin bënim në ato metodat makroekonomike, ekonometrinë, sepse ne në ekonomi ndajmë pak këto gjëra dhe kemi edhe këto fushat ekonomike janë pak të ndara, nuk është ekonomia një tërë. Kjo më bëri ta doja dhe të jepja mësim. Unë mbarova studimet bachelor në financë, më pas kryeva një master në financë shkencor dhe më pas një master tjetër në financë publike, për të pasuar me një master tjetër në kontabilitet dhe për të shkuar më pas tek nisja e studimeve doktorale. Domethënë, të gjitha këto më bën që të doja ta vazhdoja këtë jetën akademike, sepse në fundit është një nga gjërat që ti e bën edhe me pasion. Afërsia që ju keni me auditorët, me studentët, a ju kanë shtuar akoma më shumë afërsinë dhe me njerëzit? Atëherë, unë kam dhënë mësim për 8 vite dhe kam pasur fatin që të jap mësim në financë dhe në kontabilitet. Kjo më bëri një afërsi më të mirë me studentët së pari. Së pari me studentët vlonjat, se është shumë e rëndësishme, por ne kemi dhe studentë nga rrethet. Më pas pata një shkputje për të shkuar në Itali dhe për të bërë këtë kërkimin shkencor, për të mësuar një anë tjetër. Të gjitha këto dhanë kontributin e tyre tek ajo që unë kisha një kontakt të drejtë për drejtë, qoftë me studentët, qoftë me kolegët, por dhe për të kuptuar akoma më mirë botën akademike, sepse ti nuk rresh kur së mësuari edhe së kuptuari. Deputete, ju jeni e re në moshë, paralelisht keni bërë studimet, keni bërë jetën akademike, jeni me ardhur me politikë. A ju kalon kjo ndoshta pas dorë disa pasione tjera që rinjtë e sotëm i aplikojnë si keni ruajtur balancat në të gjithë këto? Nuk e di kush janë pasionet e tjera, se për mua pasion ka qenë politika dhe mendoj që një nga këtë gjë e bëj me qef, nuk e shikoj si punë, domethënë shërbimi ndaj komunitetit e shikoj një mision në vetvete. Nuk besoj që më ka lënë gjë pas dore, të paktën unë nuk e konceptoj kështu, por është një luftë e vazhdueshme. Sa e rëndësishme është të merresh me një jetë akademike dhe politike njëkohësisht? Është e rëndësishme, natyrisht, por a është dhe vështirë njëkohësisht? Unë mendoj që bota akademike të fut në këtë disiplinën që kur vin punat e politika ti mos flasësh me slogane, po të flasësh tamam me argumenta. Dhe kjo gjë mua më ka ndihmuar vërtet shumë. Për faktin, unë mund ta dua politikën, por të arrim të bëjmë një analizë sa më korekte dhe më konkrete kur vin puna për të diskutuar një problematikë. Dhe sidomos kur bëhet fjalë për financat, për ekonominë, duke qenë se jam dhe pjesë e këtyre komisioneve tani që ndodhem në parlament. Deputete e Vlorës, vajzë nga Vlora, çfarë profesion Vlora për ju? Çfarë lloj identiteti është për ju? Për mua Vlora është krenari patjetër dhe besoj për çdo vlonjat. Për çdo vlonjat që do të ishte në vendin tim do ndihej po njësoj.
Patjetër edhe çdo qytetar i çdo qyteti tjetër, por kur flasim për Vlorën, flasim pak më ndryshe, sepse ne kemi pak më të fortë këtë ndjenjën për të treguar që jemi nga Vlora, për shkak të historisë së Vlorës, qoftë të pushkës dhe të penës, si themi ne, dhe Vlora ka dhënë kontributet e veta, po të përfaqësosh Vlorën nuk është e lehtë, sepse është një përgjegjësi, Vlora është kërkuese. Dhe patjetër që populli është kërkues, por ju a them me siguri që populli i majtës. Dhe ju e thotë që janë bërë shumë punë në Vlorë, por cili është vizioni i ardhshëm i Vlorës si Parti Socialiste, i kryeministrit, por edhe juaj si deputetë, do fokusoheni më shumë tek turizmi, është ai kali i betejës i Vlorës, duke qenë se ka dietin pranë, ka malin, ka ushqimin e mirë, ka dhe shumë turistë, pse? Unë dua që mos të thuhet më që Vlora është kryeqytet i turizmit, dua të thonë që Vlora është shtet për turizmin, në sado hiperbolës së momentit, po për të gjithë punët që jo kanë nisur, por dhe atyre që duhen të bëhen edhe do bëhen. Kemi shumë punë për të bërë në Vlorë, nuk mund të jemi të kënaqur vetëm me kaq, patjetër që ka pasur investime, por vlonjatët janë akoma më shumë kërkues. Kjo është një punë e përditshme që vjen jo vetëm nga investimet që janë bërë nga qeveria, por dhe në mënyrën se si qytetarët po përshtaten me këto investime, sepse në fundit janë ata që i perceptojnë dhe i presin të gjitha ato dhe do të kenë kthim pas në jetën e tyre apo në të mira. Qartë, por ne e thamë që ka një breztri që është futur në politikë, është importuar në politikë, sidomos në Partinë Socialiste. Mendoni që ju të rinjtë e parlamentit të kësaj legjislature kanë sjellë një model më modern, një lloj debati ndryshe brenda Partisë Socialiste, një energjizim siç e ka quajtur dhe kryeministri dhe ka artikuluar fort. Ai ishte ky suksesi që në zgjedhjet e majit të vitit të kaluar grumbullua dhe shumë vota, jo vetëm Vlorë, por në gjithë Shqipërinë? Mendoj që po, ishte një nga mënyrat e duhura, ishte kohë e dur për të bërë një revolucion dhe për të sjellë jo vetëm figura të reja në politikë, por të rinj në moshë. Të rinj në moshë që do të thotë që njerëz që nuk kanë shumë filtra, i thonë gjërat ashtu siç janë, flasin me fakte, bëjnë analiza. Patjetër ne jemi karaktere shumë të ndryshëm brenda parlamentit, ama siç thoshte Nelson Mandela, të rinjtë e sotëm janë liderët e së nesërmes, kështu duhet i dhënë një mundësi të rinjve dhe besoj që kanë sjellë një frymë të re në politikë, në parlament dhe e shikoj këtë gjë edhe në terren, edhe me qytetarët. E po ashtu ka disa persona që janë futur në politikë, sidomos siç e thamë në Partinë Socialiste, që kanë një formim akademik. Një prej tyre jeni edhe ju. Mendoni që akademikët i duhen më shumë jetës parlamentare dhe politike? Nuk mund t'i vë piketat që duhet të jenë domosdoshmërisht njerëz akademik, mund të vinë të profesioneve të ndryshme, mund të jenë jurist, ekonomist, financier, mund të jenë qoftë edhe fermer, njerëz që janë specialistë në bujqësisë. Ne na duhen të gjithë njerëz që përfaqësojnë të gjitha kategoritë e shoqërisë, nuk janë vetëm akademikët që përfaqësojnë, por patjetër që duhet të kenë një background të fortë për të patur më pas të gjitha rezultatet që populli pret. Ju vini nga një eksperiencë e mëhershme në Këshillin Bashkiak, siç njihet ndryshe dhe parlamenti lokal në bashkitë ku është tashmë në parlament. Mendoni që ajo eksperiencë e mëparshme ju ka ndihmuar sadopak në këtë aktivitet parlamentar që keni sot? Më ka ndihmuar për të kuptuar se si funksionon pushteti vendor, për të punuar në komisione, për të punuar patjetër edhe me qytetarët, sepse në fundit edhe ne kemi dalë për të bërë fushatën me banorët, me qytetarët sipas zonave që kemi pasur. Dhe më pas për të kuptuar edhe përgjegjësitë, çdo eksperiencë blen dhe kur vim puna për pushtetin vendor, se në fundit të gjithë ne si deputet, pavarësisht çështjeve që përfaqësojmë, kemi dalë në zonat tona, në qytetet tona për të kërkuar votat e qytetarëve tanë. Që kështu ajo ishte një përballje e drejtë për drejtë. Domethënë unë digja kisha këtë eksperiencën që më vinte nga Këshilli Bashkiak, edhe ishte një mandat e gjysmë, sepse më pas jam pjesë e parlamentit. Një vit e gjys në Këshillin Bashkiak ju e thatë, më pas në Parlamentin e Shqipërisë, ku e mësuat lajmin, si u ndjet, si ishin emocionet? Patjetër që pozitive, sepse vjen fruti i një pune shumë gjatë. Nuk erdhi me dekorata, nuk erdhi një punë që mua më erdhi me privilegje, por mu desh një konsistencë në vite për të arritur deri këtu dhe pastaj të qenë në një listë të hapur ishte një sfidë më vete, sepse në fundit nuk do përballeshe me kolegun nga ana tjetër, por përballeshe me familjen tënde socialiste brenda. Ndjes si po drejtohem me emër, por kush është Briseida jashtë politikës? Briseida jashtë politikës është një vajzë vlore, është një vajzë familjare, rritur me të gjitha ato tradita që kanë familjet e vjetra.
një vajzë shumë punëtore që ka bërë 4 punë njerësh për t'ia dalë, e pavarur patjetër, por gjithmonë mbështetet tek familja për të dëgjuar një këshill. Çfarë roli ka pasur familja, meqense ju e përmendët paksa në formimin tuaj politik, akademik, por edhe në gjithë aktivitetet që ju keni ndërmarrë? Unë vi nga familjet e vjetra qytetare të Vlorës dhe kam pasur fatin të rritem me gjyshin dhe gjyshen brenda dhe ata më kanë mësuar këto ndjenjat e dashurisë, të traditave, të zakoneve, ato tavolinat e gjata plot me njerëz ku jehon të kënga vlonjate në çdo drek apo darkë që ne mblidheshim me njerëz. Ne domethënë kemi mbajtur lidhjet tona sot të kësaj dite jo vetëm me kushurinë të parë, por në ato mënyra se si ka funksionuar familje tradicionalisht shqiptare. Dhe unë vi nga kjo familje, kjo gjë u burmos tek unë për te kjo që unë jam sot dhe të mënyra se si unë sillem apo pres nga njerëzit. Patjetër që babai im ka kontribuar në figurën time politike, por nëna ime ka kontribuar tek dashuria që unë kam për librin. Keni dashuri për librin? Çfarë lexoni, çfarë preferoni më shumë? Ku jeni orientuar më së tepër? Unë nuk kam qenë vajzë që më kam pëlqyer shumë romantizmat domethënë përveç asaj adoleshencës që ti patjetër i shikon me shumë interes. Jam adhuruese e filozofisë edhe e sociologjisë. Kam studiuar ato dhe vazhdoj shkoj te këto. Pse njerëzit dhe të rinjt mendoni që kanë humbur paksa kontakte me librin? Ndoshta mendoni që kanë ndryshuar formatet apo kanë humbur dëshirën për të lexuar? Unë mendoj që kanë ndryshuar, në fakt koncepti i këtij brezi është pak ndryshe, se po është e vështirë dhe kur i ul për të parë, ata që vinë edhe pas meje dhe shumë pas meje, nuk dua t'i ndaj me dekada, nuk kanë aq shumë dëshirë edhe për të parë një film kur zgjat shumë, jo më për të lexuar një libër, ose i lexojnë librat edhe lexojnë pjesë online, nuk kanë. Domethënë është tjetër gjë kur ti e prek librin e ke në dorë dhe është tjetër gjë kur ti lexon online një pjesë, por nuk e merr dot atë ndjesinë. Kjo gjë vjen që në vegjëli, sepse duhet të edukohet. Unë tash ma ka edukuar IMM, domethënë unë doja do lexoja dhe do pyetesha për librin që çfarë kisha kuptuar që në fillore. Për më pas ajo të bëhet edukat dhe të kthehet dashuri patjetër. A mendoni që mungon një lloj disipline tek të rinjtë e sotëm, disiplinë për të marrë me shumë çka, me profesionet që ata dëshirojnë, pse jo ndoshta edhe me politikë. Shohim që disa prej të rinjve i qëndrojnë larg politikës. Pse tremben? Nuk besoj që tremben, besoj që nuk kanë atë vullnetin e duhur dhe i marrin gjërat pak më lehtë. Nuk ka lidhje vetëm me politikën, mund të provosh të jesh pjesë e çdo gjëje, domethënë unë ju them me siguri çdo të riu që mund të arrijë çdo gjë që dua në jetë. Unë jam një vajzë që vi nga Vlora me gjithë mentalitetin e një qyteti si Vlora. Kam arritur ato gjëra që kam arritur, mase majat nuk kam arritur, por kam punuar për të arritur jo vetëm deri këtu, por edhe për të qenë e pavarur në punë, e pavarur ekonomikisht, për të hapur një punë të vogël edhe time, dhe besoj që çdo njeri mund ta bëj. Kur mund ta bëj një vajzë në Vlorë, mund ta bëj kushdo. Dhe mendoj që njeriu është limiti vetvetes dhe nuk mundesh ti as edhe një herë të krahasohesh se sa shpejt po ecën dikush tjetër, që kështu nuk ka limit. Mendoj që të rinj nuk duhet të rinë në vend, duhet të kërkojnë e para nga vetja dhe pastaj nga çdo që kanë përballë. Ju jeni në mandatin tuaj të parë, ne urojmë që të keni edhe sa më shumë në parlamentin e Shqipërisë, por kur të përfundojnë ndoshta cikli juaj në parlamentar, siç e tham shpresojmë shumë të jetë i largët, për çfarë do doni të mbaheshit mend? Unë do doja të mbahesha mend që për atë që hyra në fillim, për vajzën e thjeshtë të Vlorës dhe në shërbim të qytetarëve. Kam ardhur këtu në fakt për të ndënjur gjatë dhe shpresoj që ta arrijë këtë gjë, sepse koha do t'rregoj. Në fundit janë qytetarët ata që vendosin dhe vlonjatët janë shumë kritik kur vin puna. Patjetër që dua të mbahem mend sa më mirë mbi të gjitha të qytetarët e mi. Po fokusohemi te vajzat, por edhe gratë e reja, duke ju përfaqësuar më së miri me ju, çfarë mesazhi kishit për to, që të mos heqin dorë nga ëndrat, pse jo dhe një karrierë politike, siç e thatë ju pak më herët, është shumë e vështirë ndoshta, sepse jetojmë në një botë burrash apo jo? Jetojmë në një botë burrash, por ky është momenti grave. Kjo duket një antitezë në vetvete, por në fakt ne auditorët pjesë më të madhe i kemi me vajza. Po të shkosh bizneset më të mëdha po i hapin vajzat ose gratë. Që kështu momenti është i dur për të bërë një rotacion historik dhe një revolucion në këtë pjesë, jo vetëm në Shqipëri, se kjo po ndodh patjetër në të gjithë botën. Dhe mendoj që është momenti i dur për çdo vajzë të shkojë përpara dhe mos të lë as edhe një njeri që të bëhet pengesë në rrugtimin e vet. Mund të arrijnë, domethënë qielli është limiti, mund të arrijë çdo gjë. Deputetja ju jeni deputetja e Vlorës, por në tempullin e ligjeve ju përfaqësoni edhe gjithë Shqipërinë.
cili mendoni që do të jetë vizioni i Shqipërisë së ardhshme? Çfarë Shqipërie do të kemi? Unë mendoj që ne do të kemi një Shqipëri që ne kemi ëndërruar për dite, që do të thotë, më kujtohet kur kam qenë më e vogël, gjithmonë kur shkonim jashtë apo kur vinin emigrantët apo që vinin nga jashtë dhe jepnin ato eksperiencat e tyre nga Italia, nga Greqia, ne shikonim me shumë interes dhe patjetër I kemi parë si superior. I kemi parë si superior në shumë drejtime, sepse mendonim që ata që vinin nga shtetet fqinje ishin shumë më mirë se ne, dhe ndoshta ishin më mirë se ne në disa drejtime. Por kjo na bënte neve të ndjeshim jo mirë, mbi të gjitha. Nuk kishte lidhje kjo me ecurinë tonë ekonomike, por sot ne më shumë se kur dhe besoj që kjo është Shqipëria e së ardhmes, mund ta themi me zë të lartë dhe me krenari që jemi shqiptarë dhe vim nga Shqipëria. Kudo ku shkojnë, nuk na shikojnë më me atë syrin skeptik, apo duke na bërë një analizë për të na thënë që këta vin nga Shqipëria. Sot na shkojnë pak më ndryshe. Besoj që jam e bindur që kjo është fruti I kësaj pune të bërë nga kjo qeveri. Jo për të bërë elozhe, por sepse është faktike dhe po të bëjmë një krahasim të atyre që kanë ndodhur vite më parë ose se si perceptoi Shqipëria vite më parë e si perceptohet sot, patjetër pritet tek populli. Jo vetëm tek nuk dua të bëj, nuk po e kthejnë turistët që vinë dhe na vizitojnë edhe sa e bukur është Shqipëria dhe sa të lumtur janë, por ata shikojnë dhe çfarë njerëzish jemi ne. Mikpritjet që kemi ne, mikpritjet që kemi ne, vlerat që kemi ne si popull. Dhe mendoj që të thënit me kokën lart dhe me krenari që jam shqiptar, e kemi arritur patjetër vitet e fundit, ne kemi bërë luftra, ne jemi popull krenar, patjetër, ne kemi figurat më historike, kemi vjetuar për 500 vjet, nuk është pak gjë. Por mos të harrojmë se çfarë ndodhi nga tranzicioni edhe deri para pak vitesh. Prandaj mendoj që kjo është Shqipëria e së ardhmes, një Shqipëri krenare, një Shqipëri europiane, patjetër një Shqipëri e barabartë në çdo tavolinë. Dhe një pyetje fundi që më lindi tashmë natyrshëm teksa po flisnim për këtë tematikë, mendoni që shumë shpejt Shqipëria vlora do orientohet drejt një turizmi më elitar, I plotësojmë kushtet paktën gjeografike fillimisht, më pas edhe me thithjen e investimeve të huaja për të ofruar edhe këtë lloj platforme. Mendoj që ne kemi një turizëm në sasi, por shkak kemi një turizëm dhe në cilësi dhe patjetër që para puna duhet të vi nga ne, do të vi nga operator turistik, do të vi nga qytetarët, sepse turizmi nuk janë vetëm hotelet. E kemi konceptin gabim nëse mendojmë që janë vetëm hotelet. Patjetër turizëm është çdo njeri që arrit të marrë qoftë edhe $1 themi në financë nga një turist edhe ta fus në shtëpinë e vet ose në biznesin e vet. Kjo është të bësh ekonomi dhe të merresh me turizmin, por mendoj që jemi në momentin e dur. Kemi shumë për të bërë. Nuk bëhet puna vetëm nga qeveria, bëhet edhe nga qytetarët dhe kjo është punë edhe e deputetëve për të qenë pranë tyre në fundit nuk janë zëri vetëm parlament, por dhe në teren. Dhe në teren për të shpjeguar politika, për të implementuar ato, sepse populli ka nevojë patjetër për mbështetjen tonë në çdo hap. Faleminderit shumë që ishit me ne në këtë intervistë dhe faleminderit shumë për rrëfimin e sinqert për disa ndoshta aspekte që ne nuk ju njihnim. Faleminderit shumë për ftesën, u kënaqa shumë në këtë podcast. Faleminderit.